Pas disa orësh sharati, policia ka kapur autorin e dyshuar të vrasjes së 20-vjeçarit Johan Zuko në Korçë. Kristian Stereo u lokalizua dhe u kap në afërsi të banesës së tij pas kontrolleve intensive të zhvilluara nga forcat e policisë në disa zona të qytetit. Në këto pamje shihet momenti kur i dyshuari shoqërohet nga efektivët drejt ambienteve të komisariatit të Korçës, ku do të vijojnë procedurat e mëtejshme ligjore. 20-vjeçari Johan Zuko u qellua me armë zjarri pas një konflikti, ndërsa autori i dyshuar u largua me njerë nga vendngjarja. Pas krimit, policia dhe forcat Renea nisën një operacion të gjerë kërkimi në disa zona të qytetit. Kontrollet u shtrin dhe pranë varrezave të Korçës, pasi dëshmitarët kishin deklaruar se autori ishte larguar në atë drejtim. Forcat e policisë kishin kontrolluar më herët dhe pranë banesës së Stereos, por ai nuk ishte gjetur aty. Pas disa orësh kërkime, operacioni përfundoi me kapjen e tij pranë banesës. Ndërkohë, grupi hetimor, në drejtimin e prokurorisë, vijon punën për zbardhjen e plotë të ngjarjes, përcaktimin e motivit të konfliktit dhe dokumentimin e të gjitha rrethanave që çuan në vrasjen e 20-vjeçarit. Johan Zuko ishte pjesë e forcave të armatosura. Tashmë pritet që hetimet të zbardhin dinamikën e plotë të konfliktit dhe momentet që i paraprin krimit.